Me ardhje në pushtet të Partisë Demokratike pas 11 majit, Sali Berisha premton legalizimin e çdo banese në zonën e Laprakës. Jam këtu për të zotuar para jush se në mënyrë absolute asnjë banesë e juaja nuk do të preket dhe se do të ketë legalizim të plot, total dhe pastaj urbanizim. Edhe atyre të cilët ja u kanë prish, nuk harrojnë betejat tuaja për shtëpitë tuaja. Nuk i harrojnë ndonjëherë. Edhe ata do të dëmshpërblehen. Gjatë takimit elektoral me banorët e Laprakës, Berisha e akuzoi kryeministrin Edi Rama se përmes paqes fiskale që prezantoi për bizneset, synon të favorizojë botën e krimit. Paqja e tij fiskale është amnistia, është parajsa për botën e krimit, është ndëshkim për ju qytetarë të dashur. Ky 2 vite më parë filloi reklamoi më të madhe amnistin fiskale, ku nuk kishte asnjë synim tjetër, veç se të sillte paratë e drogës, të klaneve mafioze, të vinë në Shqipëri. Tani thot paqë fiskale. Ai vetë është në paqë dhe në bashkëpunim të ngushtë me to. Sali Berisha përsëriti se nëse bëhet kryeministër, do të falë çdo gjop të vendosur për qytetarët dhe se për familjet e bizneset do të ulë çmimin e ujit dhe të energjisë elektrike.